i volit kjo gjë sepse në momentin kur rusët të riqen totalisht nga linja mesme, gjëja e parë që Izraeli duhet bëjë është të godas armikun e vet kryesor që është koka e këtyre grupeve terroriste proxy që është Irani. Pra është një win-win për të dyja krahët mendoj unë. Ai që mua më bën abis që Putini refuzon paqen në Ukrainë, domethënë i është dhënë një deal dhe nuk e pranon. Sepse këtu është bërë marrëveshje, çfarë po luan, çfarë lojë po bën Putini në Ukrainë, se s'po e merr marrëveshjen. Se do ta diskutojmë në një moment tjetër Rusin më gjerë, po e pyetja e fundit që kam për ta mbyllur, mendojnë që ka në një mundësi në qoftë se konflikti agravon që Pakistani të hyjë në luftë siç edhe kërcënohet shpesh dhe hyn një tjetër fuqi bërthamore dhe jemi shumë pranë rrezikut bërthamor me hyrjen e Pakistanit, apo janë thjesht deklarata lufte këto, pa ndonjë rëndësi? Unë mendoj që janë deklarata lufte, por në fakti që deklarata është bërë pa pikë turpi nga një qenef, më fal për shprehjen si Pakistani, të tregon në fakt si thosh nevojën që ka bota për këto marrëveshje bërthamore. Pra, gjithë ideja e principit të mos proliferimit është që vende të tilla si Pakistani të mos kenë armë bërthamore. Pakistanezët e kanë marrë armë bërthamore dhe edhe atëherë Izraeli është përpjek me Margaret Thatcherin ta ndalojë që Pakistani të marrë armë bërthamore, nuk është bërë dot e mundur kjo gjë dhe tani të paktën po përpiqet të ndalojë Iranin se marrë armë bërthamore, sepse këto vende që janë radikale, fetare, islamike në këtë rast, teokraci, jo demokraci, këto të tilla çuditëra prodhojnë ku ti tani kërcënon një vend tjetër me armë bërthamore pa qenë ti fare pjesë atij konflikti. Shpresoj që pakistanezët të jenë duke u tallur sepse nëse ata sulmojnë me armë bërthamore, India dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës do të godasin Pakistanin. Dhe aty do të jetë një Armagedon. Mirë, ishim me ekspertin e shkencave politike dhe marrëdhënieve ndërkombëtare Ruel Domi, folëm për konfliktin mes Izraelit dhe Iranit i cili vazhdon që prej ditës së premte. Një shkëputje e shkurtër dhe rikthehemi për të vijuar më tej. Shikues të nderuar, ja ku jemi rikthyer në pjesën e dytë. Do të flasim tani për diçka që ka marrë vëmendjen e opinionit publik prej muajsh. Në fakt, që kur u përfol për marrëveshjen e pensioneve me Italinë, nisjen e zbatimit të saj në datën 1 të këtij muaji dhe më pas me reformën e pritshme të pensioneve të përfshirë në vendimin e qeverisë, në atë që është quajtur strategjia 2025-2030. Në opinionin publik janë shpërfaqur shumë nga problematikat e kësaj nisme të qeverisë, pikërisht për të folur për këto. Unë kam kënaqësinë kem një lidhje të drejtë për drejtë Klodi Lekën, aktivist i Lëvizjes Bashk. Klodi, shumë faleminderit që jemi së bashku, të përshëndes. Faleminderit ju për ftesën e gon. Do t'i diskutojmë me radhë, po them, disa prej pikave kryesore që përfshihen në këtë strategji 25-30 sa i takon pensionistëve. Po për shembull, një nga ato është kjo çështja e faktit që qeveria ka premtuar pension minimal, po themi 150 euro. Çfarë është kjo sipas këndvështrimit tënd, por edhe të Lëvizjes Bashk, është një rritje reale apo është tërësisht një premtim fiktiv edhe pa vlerë? Si e mendon? Mendoj se qeveria shqiptare me kryet Ramën jo vetëm nuk synon të bëjë rritje reale të pensioneve, por refuzon që ta diskutojë realisht çështjen e skemës së pensioneve dhe shohim se ashtu si në tetor, nëntor, dhjetor, ku Lëvizja Bashk së bashku me kolektive edhe me shumë pensionistë arritën të bënin 8 protesta përballë kryeministrisë, nisur nga fakti se indeksimi i pensioneve nga qeveria ishte super qesharak, ishte rreth 4% ose 20 lek të vjetra në ditë. Shojnë se Edi Rama nuk e ka seriozisht çështjen e pensioneve, edhe kur u detyru të fliste për pensionet, u detyru pikërisht nga protestat e pensionistëve që ta ngrinte çështjen e pensioneve, edhe gjatë fushatës elektorale, në kundërpërgjigje të protestave të pensionistëve, ai arriti të organizonte disa takime spontane, abuzive, ku fliste vetëm ai dhe me pensionistë të partisë ti politike dhe arriti që t'jepte vetëm 2 lëmosha, sipas këndvështrimit tonë, lëmosha me qëllim elektoral, ai që ishte lëmosha e fundvitit për pensionistët dhe lëmosha e prillit, pra një muaj para zgjedhjeve. Mendojmë se edhe ky zotim i qeverisë
pavarësisht se dyshojnë në ndershmërinë edhe realizueshmërinë e tij, është qesharak, sepse aktualisht që flasim minimumi etik sipas llogarive të avokatit të popullit edhe ekspertëve të tjerë është rreth 210 euro në muaj, ndërsa kryeministri Rama premton që të arrisë pensionin minimal në 150 euro në muaj dhe në fund të mandatit të tij të katërt, pas 3 ose 4 vite. Një rritje e cila është edhe poshtë minimumit zyrtar të llogaritur jetik. Megjithatë marr parasysh që pensioni minimal është shumë i vogël sot edhe realisht shumë problematik, a nuk është një lëvizje, po themi, pozitive? Për sa mund quhet? Është rreth 50 euro më shumë, edhe kjo, domethënë ky 50 eurosh do të jepet pas 3 ose 4 vjetësh, domethënë. Ku ndërkohë realisht rritja e kostove të jetesës, rritja e çmimeve të ushqimit, rritja e kostove të strehimit edhe të ilaçeve, domethënë duhet ta kishte rritur edhe më shumë, domethënë edhe do të ngrihet sipas parashikimeve viteve të ardhshme. Pra, me këtë rritje prej 50 eurosh kryeministri Rama jo vetëm se nuk po bën rritje reale, por realisht nuk po indekson as pensionin, domethënë në terma real. Po sidoqoftë, kjo është praktike zakonshme e Edi Ramës, i cili përballë nevoja konkrete të mbi 700.000 pensionistëve, ai nuk jep më shumë se sa lëmotra edhe thërrime të cilat realisht jo vetëm nuk do ta përmirësojnë ndjeshëm jetën e pensionistëve, njerëzve më të moshuar, sipas këndvështrimit ton 700.000 njerëzve më të varfër në 500 milion europian, por është edhe një tallje dhe një tentativë për të mos të marrë seriozisht çështjen e pensioneve në Shqipëri. Meqense Lëvizja Bashkë është marrë një çik më shumë, po them, se ndoshta forcat e tjera sa i takon çështjes pensioneve, pyetja që unë bëj edhe që realisht dua ta kuptoj, po ndoshta edhe qytetarët që na shohin tani është pse po e bën këtë lëvizje pikërisht tani kryeministri Rama? Do ta kuptoja nëse do të ishte një lëvizje me efekt zgjedhor, pra po siç e thoni ju, po jep lëmosh për zgjedhje për të marrë vota. Po pse po e bën pikërisht sapo e ka marrë mandatin e 4 edhe supozohet që është komod, se nuk më bën sens. Për arsye të thjeshta, e para sepse Edi Rama ka përshtypjen se e ndjen krizën sociale në mesin e pensionistëve, e ndjen, domethënë e parashikon rritjen e hendekut, e pabarazisë, e nivelit e uljes së nivelit të jetesës tek këta pensionistë. Por përkundër fakteve, përkundër statistikave, ai nuk synon që të japi zgjidhje afatgjatë dhe të qëndrueshme çështjes pensioneve në Shqipëri. E dyta, në kuadër të këtyre dafinave të fitimtarit të mandatit të 4, po synon të tregoj se ky do jetë në kuadër të edhe strategjisë të propagandistike, se ky do jetë mandati i 4 do të jetë edhe mandati i reformave të mëdha. Edhe e treta, pas që kur e mbajmë mend ne që me protestat e studentëve në vazhdim, fjala reform për qeverinë tonë dhe për popullin shqiptar që e dëgjon qeverinë e vet nuk është një fjalë pozitive për fat keq, pavarësisht se reforma është një term pozitiv politikisht, domethënë, por për fat keq sa herë flitet për reformë në Shqipëri, tregojnë se do të shtrëngohen rripat edhe do të kostoja e kësaj reforme, kostoja financiare do të shkojnë në kurriz njerëzve më të varfër edhe më të pamundur. Po ta shohim tek Ministria e Shëndetësisë, po punon edhe i draft i projekt ligj për çështjen e pensioneve dhe po të shohim se si përveç vazhdim i kësaj logjike së lëmoshës, kryeministri shqiptar premton se do të jap një pension të 13. Pensioni 13, po. Pensioni 13. I 13, edhe kjo është i praktike zakonshme e Edi Ramës, domethënë për të mos ofruar rritje reale të pensioneve, sepse njerëzit jetojnë për ditë, hajnë për ditë, shpenzojnë për ditë, jep ndihma, bonuse, pension 13 dhe shpik këto manovrat e vogla. Ama kjo reformë e famshme, nëse arrimsojmë, është se rrit edhe moshën e daljes në pension për burrat edhe gratë. Se do të diskutojmë
dhe se nuk do ikim kaq shpejt. Dua të ndalemi tek pensioni 13 si fillim. Pse shihni problematike ju pensionin e 13? Se mua të paktën kur e dëgjoj, pra pa lexuar po them dokumentet në detaje, kur e dëgjoj nuk më duket diçka që në pamje të parë ta vret veshin, pensioni 13. U çfarë pensioni 13 për dikë që merr pension minimal, për dikë që merr 100.000 lekë pension. Ti do të marr 100.000 lekë në fund të vitit, pra i pension 30. Ai pension i cili në termat e sotme ka qenë ai shpërblimi i famshëm i xhelit detit në fund vit që qeveria e ka dhënë. Pra po jep të njëjtën gjë, po me një term edhe me një mbështje të re. Pra po na ushqen me lugën bosh. E dyta, për dikë që ka pension minimal. Çfarë është një pension i 13 për 100 ose 120.000 lekë të vjetra në muaj. Është thjesht 10.000 lekë të vjetra në muaj, zërse e ka rritur pensionin e përmuajshëm me 10.000 lekë. E ka ngrit nga 90.000 ose 100.000 në 100 ose 110.000 lekë të vjetra. Pra është një skemë dhe një shumë krejtësisht e papërfillshme, ku realisht 700.000 pensionistë shqiptarë janë njerëzit më të varfër, jo vetëm në Shqipëri, po siç e tham, edhe në Europë dhe kanë nevojë për një rritje reale edhe për mirësinë të ndjeshëm të jetesës së tyre. Sot pensionistët shqiptarë janë kushtet, po mos kishin fëmijët e tyre që i ndihmojnë me reminitanca, si emigrant, do të ishin kushtet një katastrofe humanitare. Shqipëria ka pensionin minimal dhe pensionin mesatar, jo vetëm më të ulët në Europë, po më të ulët edhe në krahasim me vendet tona fëmijë, me Maqedoninë, me Malizi madje edhe me Kosovën. Në rrafshin e pensioneve ne nuk jemi të parafundit, si zakonisht kësaj radhe jemi të fundit fare. Po mos ndoshta për shembull duhet ajo që kryeministri e thot rritja e formalizimit, pra nga ana e bizneseve për të rritur kontributet edhe për të rritur pensionet rrjedhimisht. Ku fshihet kleçka në këtë që thot kryeministri? Pse ju nuk jeni dakord? Ne nuk është çështja se nuk jemi dakord. Ne e kemi thënë se edhe me programin elektoral të zgjedhjeve të 11 majit, mendoj se Lëvizja Bashkë është vetmja forcë politike e cila i ka dhënë i zgjidhje reale, ka i program dhe i vizion real për të adresuar çështjen e pensioneve, e cila të themi drejtën është një çështje e vështirë, sepse kërkon në njërin anë luftimin e korrupsionit në shtet, në anën tjetër luftimin e evazionit fiskal dhe në fund ditës edhe krimin e një modeli të ri ekonomik i cili gjeneron punësim, i cili gjeneron mbledhje më shumë të ardhurave dhe rritje, domethënë të dalë nga ky modeli aktual i zhvillimit. Problemi është se kryeministri Rama i përdor çështjet në mënyrë të përkohshme, abuzive, edhe nuk i merr seriozisht ata. Për shembull, gjatë protestave të tetojit, 9-tojit, 10-tojit, në takimet me këto pensionistët, përveç se doli edhe u avuri fajin punëtorëve ose bizneseve të vogla, të cilat nuk pagua kanë mjaftueshëm sigurime sociale, duke marrë parasysh se edhe në Shqipëri 1 në 2 punëtor punojnë realisht në zezë dhe përkundër vendeve tjera europiane ku që të paguhet një pensionist duhet të derdhë në siguracion 3 punëtor, raporti në Shqipëri është 1:1. Dhe çfarë ndodh në parashtrimet buxhetore të vitit 2025, gjithë këtë shqetësimin e madh të evazionit fiskal, të informalitetit në punë, të cilin Edi Rama e kërcënoi e denoncoi, sigurisht pas protestave të pensionistëve, pas denoncimeve të Lëvizjes Bashkë, madje mi gju gangster dhe mi gju arrogante, shkoi deri aty sa tha dhe ju lëja Allahun, futi Zotin në lojë për ata që nuk paguajnë siguracione sociale dhe punojnë në zezë. Shohim se në parashtrimet buxhetore 2025 nuk do të ndryshojë pothuajse asgjë. Edi Rama është tipiku i demagogut i cili e kap një çështje e shtrydh dhe e flaktej si gjimon i shtrydhur. Ai nuk ka qëllim të bëj reforma edhe politika të qëndrueshme dhe afa të gjata për ta shëndosh edhe për ta bërë edhe më të qëndrueshme skemën e pensioneve dhe për të rritur realisht pensionet. Pavarësisht se ka marrë shumë
10 mira, 100 mira vota pensionistësh, duke ju thënë se unë jam i vetmi i cili mund t'ja arrisë ju pension, dhe jo Lëvizja Bashkë dhe jo forcat e tjera opozitare, të cilat pale se kur vinë në pushtet. Por në fakt ne po shkojmë se Edi Rama nuk e ka seriozisht çështjen e pensioneve, madje shpesh përdoren një gjuhë denigruese ndaj pensionistëve. Klodi, një pikë që mua më bëri përshtypje tek ajo strategjia e 2025-2030 sa i takon reformës së pensioneve, ishte universitet për pensionistët. Kjo, me thënë drejtën, më bëri çudi dhe po përpiqem, kam ditë që po përpiqem ta kuptoj, do më ndihmosh ta kuptoj pak se për çfarë bëhet fjalë? Çfarë është ky kualifikim për pensionistët? Për çfarë do kualifikohen pensionistët? Edhe përdorimi i termit ishte gabim, universitet, se sot gjithë qytetarët e Republikës kanë drejt që të garojnë edhe të futen në universitet. Ai do ishte parësisht se e ka quajtur universitet, është i shkollë teknike për kualifikim profesional të pensionistëve për me dalë në tregun e punës. Është shumë qesharake se si qeveria e cila i ka përzon me 10 dhe me 100 mira të rinj nga vendi, e cilës po i dërson edhe kjo ideja raciste edhe kolonialiste për të marrë edhe për të importuar Bangladeshas edhe qytetarë të, nëse mund ta themi, të botës tretë në Shqipëri për të punuar si kapë pune me paga minimale, cilët sipas kryeministrit nuk din as shqip, tashmë i kanë hedhur syt nga pensionistët. Është shumë interesante se si po ta shohësh edhe Instat edhe këto revistat ekonomike edhe në debatet ndryshme televizive përdoret termi pensionistët janë forca punëtore dhe lokomotiva e re e tregut punës. Që nga viti 2012 kur nisi edhe ky emigrimi i madh, eksodi i madh drejt vendeve tjera të kraut punës dhe i qytetarëve shqiptar drejt vendeve tjera të Europës, shkon një rritje të progresive të pjesëmarrjes së njerëzve të moshuar, cilët kanë dalë në pension të rifutjes edhe integrimit tyre në tregun e punës. Madje janë kategoria me shkallën më të lartë të punësimit. I qeveri e cila nuk ju siguron dot njerëzve të ardhurat e mjaftueshme, pavarësisht se mund të kenë 20, mund të kenë 30, mund të kenë 40 vjet kontribute në skemën sociale, nuk ju garanton dot pensione dinjitoze për të jetuar, ju thot atyre se nëse doni të jetoni, duhet punoni deri në ditën e fundit të jetës suaj. Pra po i shtrydhim pensionistët, që janë pensionistët e sotëm janë brezi më i vuajtur